me gjithë shka neve. Këtë e thatë edhe ju në krye të herës, që ai rast duhet verifikuar. Ai thatë kështu? Se mund të gënjej. Ashtu siç është thënë. Po pra, dakor. Duhet verifikuar, këtë po them. E thatë dhe ju. Po nuk e bëjmë ne këtë verifikim. Këtë po them. Po jo, nuk thash. Unë po them këtë gjë. Ai rast vetëm për shkak të atij pretendimi që është, ai i thënë ashtu siç është thënë, ai është rast prokurorie. Sepse bëhet fjalë për një të mitur, i cili sipas pretendimit është marrë me zor, dhe me gjitha të rrëfim ka aty element, le të themi, pikërisht për vetëm për fajin që është përfshirë një i mitur, ka aty element që duhet të jenë prokurori. Ja shkelur çdo të drejtë, të gjitha të drejtat e njeriu, është shkelur çdo e drejtë e tij. Të bëhen të gjitha verifikimet, për këtë e kisha në mendje unë verifikimin. Ka prokurori për këtë punë sepse ajo ngjarje thënë ashtu konsiderohet ngjarje kriminale. Dhe atëherë do duhet merren këto organe që ta verifikojnë. Po prokurori mund ta iniciojë çdo kush. Po edhe ju që mbroni kaq fort drejtat e njeriu për shkak. Po ç'e lidhje ka kjo? Prokuroria nuk shef televizor, mund të vetëm fakti që një gjë bëhet e ditur botërisht, nuk ka më nevojë të shkojë dikush në prokurori për një ngjarje. Prokuroria nis vet. Dhe prokuror ky vend ka mbi 500. Tani, po kuptoni se ndoshta mund vjen mirë që ju e shikoni institucionin kështu që u dashka marr me të gjitha, po nuk funksionon kështu. Jo, nuk thash merruni me të gjitha, ka kompetenca, ka fusha, ka gjëra që bëhen dhe prandaj u them që nëse doni të jeni më të informuar, ne mund të bëjmë një podcast bashkë dhe unë mund t'ju informoj për shumë gjëra lidhur me institucionin. Po mos i atribuoni se Dorina thotë ju. Ju thoni ju, tash nuk i bëjnë ne dot gjitha, me gjithë dëshirën për të bërë. Më fal, të kërkoj ndjesë se të drejtohemi që nëse mbron me fanatizëm këtë strehën. Atëherë kjo streha. Po jo, më nuk është edhe këtë, hiqe këtë terminologji se nuk është e gabuar. Nuk mbroj me fanatizëm askë. Unë përkundrazi po them duhet ta verifikoj prokurorit, thotë po e mbroj me fanatizëm. Po e mbroj me fanatizëm të drejtat e njeriut. Po, ai thotë streha. Këtë po si fel. Unë prisja nga streha që me qënë se kërkojnë kaj shumë fonde dhe janë aj shumë të mirë organizuar, bëjnë protesta dhe pas kanë implementuar, e thënë nga Luana në takimin që kanë pasur me të, urrejtjen ndaj nesh. Pra, çfarë bëjnë këta? Ngrejnë iden sikur ne jemi gjua urrejtjes, kur ma ka thënë dhe Dudushi dhe më ka çuditur. Unë jam shumë e zhgënjur nga njëri kur tha ti e gjua urrejtjes, dhe ndërkohë më thot Luana, ne na mësonin tha, dhe unë era parë që ndjem njeri e ullur me ju, tha faleminderit për këtë mikpritje, sepse unë kujtoja tha se ju jeni njerëz që na urrenin. Pra i kanë implementuar në tru, në këtë stre, që ne i urrejmë ata. Jo, ne kërkojmë që ata të bëhen, ne kërkojmë që ata të studiojnë, ne kërkojmë që t'jenë në formën më të pushtetshme biologjike të tyre, sepse pushteti më i fuqishëm i njeriut është ai i natyrës. Nuk është ai material mish dhe ta eksperimentojmë ata. Dhe kushdo institucion që e hap këtë rrugë duhet të dënohet me burg, sepse kjo është një genocid i pushtetit biologjik njeriut për jetëgjatësinë. Pra po i shkurtojnë jetën njeriut kur vetë Eliriani e tha mesatarja e jetëgjatësisë e një transi është 35 vjeç, sepse është një eksperiment njerëzor. Dhe të dënohesh se je pro jetës dhe mbron jetëgjatësinë e njeriut dhe ke një bindje e thënë në media nga një bindje personale, nuk kam ngritur as institucion, as nuk kërkoj fonde, as nuk sulmoj, as nuk kam gjuhë urrejtje, por i them në një debat konstruktiv që po gaboni dhe po ndërhyni në shkolla sepse janë me foto, janë me dokument. Dhe nëse e mohojnë që janë me dokument, ja rinxjerrin përsëri, hynë në shkolla me forcë sepse kanë pasur debate me mësues. Pra kanë pasur një debat me mësues që prindër janë kundër këtij indoktrinimi. Pse? Sepse fëmia është i lëkundër. Sepse fëmia është lehtësisht i manipulueshëm. Ku shkollë? Po i ke Azizën me foto. E thoni gjën edhe e bëni të vërtet. Po i ke Azizën me foto më zotëri. Edhe rasti Luanës, janë pretendime. Do të nis, atëherë do të nis planin, do të nis dhe fotot. Po nxirri publikojnë. Nuk më ndjek, nuk është fajim që s'më ndjek ti mua. Nxirrini më jep janë portaleve të tjera të nxjerrin këto foto. Se kemi nxjerr, ndaj më ka thirrur. I kam nxjerr më zotëri. Këto janë denoncuar. Verifikimi pastaj që thua ti është tjetër gjë. Kur pas ka ndodhur kjo nëpër shkolla? Do un kërkoj ndjes për një fjalë, imagjinoje domethënë. Nëpër shkolla rri dhe vet, nuk është se edhe për shkak fëmijëve të mi, por edhe për shkak se bëjmë aktivitete. E detyrueshme në kurrikula shkollore, e kërkojnë të detyrueshme o zotëri.
Ky është projekt tipik si Kanadaja. Ky është problemi që unë kam me diskutimet që ndodhin sot. Më ka humbur besimin te e vërteta e fjalëve që njerëzit ka humbur besimin te institucioni juaj. Po dakord, më vjen keq për këtë gjë. Ne mundohemi që ta fitojmë besimin. Ky është institucioni shpresëdhënës kundër diskriminimit. Ne mundohemi, patjetër që procedurat janë të hapura, mund zgjidhet në një tjetër më i mirë dhe mund të fitojmë më shumë besim. Jo ju si individ, por si institucion. Si individ e përvajsoj institucion. Si institucion. Unë përgjigjem për atë institucion. Si institucion. Si institucion, pse nuk i verifikoni për shembull sa herë bëhen denoncime të tilla? Po prapë ne nuk verifikojmë gjithçka më që ndodh në këtë vend neve, po ta përsëris edhe një herë. Ky vend ka institucione pafund. Po dakor. Ky vend ka polici, ka prokurori, ka institucione ndryshme, ka ministrira, ka bashkira. Qoftë duke bashkëpunuar me këto institucione. Po nuk merremi me gjithçka neve, kemi ligj posaçëm që merremi me disa gjëra, jo me çdo gjë, nuk bëhen kështu ligjet. Prandaj çdo ligj ka autoritet dhe përkatëse. Dakor. Dhe ka kompetenca dhe funksione përkatëse. Se nuk është kështu që shkon. Unë nuk jam shoqëri civile dhe opinion publik. Akoma nuk janë përgjigjur pyetjes jam institucion publik dhe veproj në bazë të një ligji që më përcakton dhe më kufizon në gjërat që unë mund të bëj dhe s'mund të bëj. Nuk funksionon kështu si thoni ju, që çdo gjë që ne shohim, pse vetëm ju i konstatoni padrejtësi këtë shoqëri kështu? Neve nuk jemi pjesë, unë nuk i shoh këto padrejtësi. Dhe ju duhet dini që një institucion barazie e ndjen shumë frustrimin e padrejtësive që shikon, se neve në pjesë më të madhe kemi të bëjmë pikërisht me këto grupe vulnerabël. Dhe jo vetëm grupet vulnerabël LGBT, por me të gjitha grupet vulnerabël. Dhe shohim gjëra aty që ju do habiteshit, po tregoshit më shumë interes për punën tonë. Dhe e shohim ne jemi njerëz dhe e ndjejmë këtë gjë dhe ndjejmë edhe pa fuqinë tonë. Kur neve themi diçka dhe autoritetet nuk lëvizin që ta ndreqin atë situatë. Shumë rënd. Rregull. Kjo është ajo që bëjmë neve. Se ka dhe i problem këtu me institucionet e pavarura, që merren me drejtat e njerëzit. Dhe këtu përfshin dhe avokatin e popullit, që nxjerrin vendime dhe rekomandime, por nuk zbatohen nga autoritetet. Dhe është problem i madh kjo se ti deri aty je. Të thush që ore këtu është i gabim, është shkelur një e drejtë, tash je ti organ, ti bashki, ti ministri, ti agjenci, ti drejtori, që duhet të bësh këtë gjë ta ndreqësh këtë gjë. E pra nuk bëhen. Dhe është frustrim që na ndodh neve ky, se e prekin për ditë këtë gjë. Siç edhe juve, siç edhe kushdo në këtë vend. Dhe përpiqemi që të gjithë bëjmë diçka në lidhje me këtë gjë. Aq sa është mundësia dhe përpiqemi ta bëjmë. Plani kombëtar ja ku e ke. Do të ta nis, se sapo e gjej. Okej, te kamera jote aty. Plani kombëtar. Në rregull, duhet i hedhësh një sy. Dhe pse ndoshta online mund të jetë i hequr. Dhe dua, meqense më përmend avokatin e popullit, tek Dega e Thesarit ishte një shpenzim shumë i këndshëm. Thoshte avokati i popullit për mbrëmje nga la për LGBT-n tërhiqte 200.000 lekë të vjetra. E kam dhe atë këtu. Do të thënë, këtu është duke di, më vjen të qesh sepse shikoj të verbërin që del në protestë për të kërkuar të drejtat. E ti që pas ka qysh në vitin 2009, 2013, 2014, mos gaboj se s'dua të gaboj, që nuk kishte një suport të verbërit, nuk shikojnë, gjejnë rrugën për protestë në ditët e sotme. 2025 kur këtu